Vijojnë problematikat në disa zona të vendit si pasojë e motit të keq. Në zonën e Talës në Lezhë, situata është alarmante. Rritja e nivelit të ujit në lagun ka dëmtuar originaturën, duke bërë që uji të deportojë drejt zonave të banuara. Gjatë natës, mjetet e tonazhit të rënd kanë punuar pa ndërprerje për të forcuar originaturën dhe për të minimizuar pasojat. Por zona e bregut të Matës rrezikon që të përmbytet pasi ndërhyrja ka qenë e pamundur për shkak të mungesës së rrugës. Uji i lagunës po kalon në kanalin që lidh Midrovarin e Talës, ndërsa janë nisur të përmbyten disa hektar tokë bujësore në Myl, Tresh dhe Spiten. Situatë problematike paraqitet edhe në Mirdit, ku aksi rrugor Rrëshën Bukmir ka pësuar shembjen në disa pika, duke rrezikuar bllokimin e qarkullimit. Punëtorët dhe mjetet kanë punuar gjatë gjithë natës për të mbajtur rrugën të hapur dhe të kalueshme. Kryetari i Bashkisë Mirdit, Albert Melyshi, dhe prefekti i qarkut të Lezhës, Taulant Malshi, u shprehen se ky segment ka pasur prej kohësh probleme të përsëritura, të cilat janë përkeqësuar më tej nga rreshtit intensive. Rruga Rrëshën Bukmir është një arterie kryesore që i shërben qindra banorëve dhe lidh fshatrat e njësive administrative Kaçinar me qendrën urbane. Edhe në qarkun e Vlorës situata paraqitet e rënduar. Lumi Vjos ka arritur kuotën maksimale dhe ka dalë nga shtrati në zonën e Tregut pranë urës së Mifolit, duke rrezikuar përmbytjet e tokave bujësore. Ndërkohë në qarkun e Fierit, pavarësisht të rreshjeve intensive gjatë natës, situata për momentin paraqitet nën kontroll. Prefektura njofton për rritje të prurjeve nëpërmet dhe me malije, të cilat pritën të reflektojnë gjatë mesditës edhe në zonën e Fierit. Vjosa paraqit rrezik dalje nga shtrati drejt tokave bujësore, por sa i përket akseve rrugore, ato janë aktualisht të kalueshme dhe pa problematika. Në qarkun e Beratit, 8 banesa janë përmbytur, konkretisht 1 në Morav, 5 në Bashkinë Dimal dhe vendin e quajtur Dafinat dhe 2 në fshatin Çiflik. Në fshatin Arës dhe Çiflik ka dalje të lumit nga shtrati dhe janë përmbytur rreth 13 hektar tokë bujësore. Në Bashkinë Bulqiz, prej gati një jave, terminali i autobusëve të linjave interurbane dhe të fshatrave është nën pushtetin e ujit. Shkak për këtë situatë dyshohet mos funksionimi i kanaleve kulluese që nga qafa e Buallit, ku në ditët në vazhdim me shi grumbullohet shumë ujë i cili përfundon në këtë zonë. Lumi Shkumbinit ka dalë nga shtrati brenda originaturës për shkak të prurjeve të shtruara që janë regjistruar deri tani, rrezikohen toka bujësore në zonën e qermë të Shkumbinit. Ndërkohë rritja e nivelit të ujit në lumin Seman, si rezultati i prurjeve nga zonat Berat e Skrapar, ka bërë që lumi të dalë nga shtrati në zonën e Nënkurozës së vogël dhe Imshtimës. Rreth 180 hektar tokë bujësore është përmbytur brenda originaturës.